Mbrëma, mirë se erdhët në sofrën e sotme në Al UK TV, në televizionin e diasporës në Londër. Unë dua t'ju falenderoj që jeni të shumë, t'ju falenderoj dhe t'ju ftoj të lajmoni dhe shokët dhe miqtë të juaj, sepse sot ne kemi një emision shumë të bukur, një emision për gjuhën shqipe. Dhe unë kam ftuar një studiues, një gjuhëtar, që quhet Agron Dalipaj. Një luftar që unë e kam quajtur si fundit i Mohikanëve, apo si një Robin Hood, që nuk e di çfarë emri t'i vë këtij njeriu, se është i vetëm trim në luftë. Por përpara se Agron, mirë mbrëma, mirë se erdhe në Londër virtualisht. Mirë mbrëma Ardi, dhe uroj një mbrëmje të mirë gjithë shqiptarëve që jetojnë në Londër dhe të gjithë atyre që ju ndjekin nga emisioni juaj që është shumë i dashur. Para se të fillojmë Agron, unë dua të falenderoj sponsorin tim për këtë emision, që është Greek Meze në Orpington dhe në Sidcup. Ai ka vënë të emër Greek Meze, edhe pse unë shoh atje që mezet e ushqimet janë shqip, por është një ambient i mrekullueshëm Agron. Ka një staf, një 27-28 vet punëtor atje që gjysma janë treqeregu, janë shqiptar, por ka dhe të huaj. Dhe bëjnë ato mezet shqiptare, po ka dhe greket si kemi në ato, nuk është se janë, gjithsesi, është një ambient fantastik. Sinqerisht, me muzikë, pub, është shumë i bukur. Unë do shkoj sonde atje, e do të marrë nga lokali, do të përshëndes. Nese, e falenderojmë dhe ne Leonard Trunin për pronarin e lokalit e restorantit që na sponsorizon, që na ndihmon. Dhe urojmë që t'jenë dhe bashkëdhetar të tjerë që ne t'i promovojmë dhe ata të na mbështesin, sepse shqiptarët për shqiptarët është një teori e vjetër, është një teori e bukur që ne mbështesim njëri tjetrin. Dhe kjo mendoj është një parim shumë i bukur. Agron, dhe të kthehemi tek gjuha shqipe. Atëherë, në faqen tonë, në website-in tonë, ne postuam një lajm që është revista Shkencë proklamon që gjuha shqipe është folur në vazhdimësi, dhe kjo është për të nënvizuar, për shikuesit dhe kam jo për ty se ti e di këtë. Është folur në vazhdimësi për më shumë se 6.000 vjet, 6.000 deri në 8.000 vite. Bashkë me greqishtën dhe armenishtën, por në ndryshim nga ato të dyja që kanë mësuar ndryshime, apo jo. Greqishtja vjetër, armenishtja vjetër nuk ekzistojnë më sot dhe është e reja. Shqipja është po ajo, është e vjetër. Por, ndërkohë që gjuhëtarët e botës e pranojnë këtë një zëri, madje brenda këtij ekipit për 30 vjetësh janë edhe gjuhëtar grek, gjuhëtarët e Akademisë Shkencave të Shqipërisë këtë nuk e pranojnë. Këtë duhet besojmë në Agron. Atëherë, në qoftë se ma lini fjalën mua, unë ta hodha topin. Ju e dini që unë kam një luftë shumë vjeçare në lidhje me çështjet shumë të rëndësishme të gjuhës shqipe, të origjinës së saj dhe të ndikimit të saj mbi gjuhët e tjera. Ajo që thonë shkencëtarët një zëri në Amerikë, në Europë, që thonë janë 3 gjuhë me status të veçantë, siç është shqipja, greqishtja dhe armenishtja, dhe i quajnë me status të veçantë sepse këto 3 gjuhë sipas tyre nuk kanë lidhje me gjuhë bija, siç janë gjuhët latine që i sjellin të preardhura nga latinishtja. Në fakt, këtu është vënë një digë dhe gjuha shqipe nuk studiohet në thelbin e saj. Pra, atje ku qëndron misteri i krijimit të gjuhëve, në fakt është ajo që e quajnë morfem klasike. Shqipja, në dallim nga të gjitha gjuhët e familjes saj europiane, arrin ta zbërthejë atë që në të gjitha gjuhët quhet morfem dhe e kthen
këtë morfem në një fjali embryomorfesh. Si ta kuptoj kështu dëgjuesi? Shqipja, duke qenë se ka bërthamën e të gjitha gjuhëve indo-europiane, nuk mund të quhet gjuhë 6.000, 7.000, 8.000 vjeçare, 10.000, 12.000 vjeçare, pasi të ndarëve do të dëgjojmë se do ta shtyjmë të 12.000 te 20.000 vjet. Jo, shqipja në fakt është origjina e gjuhëve indo-europiane dhe origjinës nuk mund të caktohet një datë lindje. Problemi është që pse akademikët tanë nuk e pranojnë atë zbulim ose atë konstatim që ka bërë revista Shkencë, Science në Amerikë me 33 shkencëtarë. Ata kanë marrë veti anësore të gjuhës për të arritur tek ajo, që shqipja është gjuhë e folur 6.000 vjet pa ndërprerje, por mbasi ata në një studim tjetër do të ta sjellin edhe më të vjetër, pasi shqipja i përshfaq të gjitha vetit e një gjuhë të stërlashtë, të gjuhës mbase më të stërlashtë, më të vjetër të botës. Ne jemi mësuar në kohën e komunizmit dhe post-komunizmit që të besojmë tek akademikët, te Akademia e Shkencave, te akademikët e gjuhës, të cilët unë i kam denoncuar në shkrimet e mia. Në vitin 2012 kam bërë një shkrim me Qerem Çabej, shenjtor apo djalli i gjuhës shqipe. Ajo që ka bërë Akademia e Shkencave dhe albanologjia zyrtare, në fakt është një punë anti-albanologjike, sepse në të gjithë studimet e tyre, ata e marrin shqipen si një gjuhë me shkrim mbas buzukut, por ka shumë autorë që kanë sjellë shkrime edhe 500-600 vjet para Krishtit në Shqip. Akademia e Shkencave e Shqipërisë është mbyllur në një guack slave dhe nuk pranon asnjë autor i cili vërteton se shqipja është një gjuhë shumë e vjetër nga sa thot Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Disa gjuhëtarë, kohët e fundit, sapo doli lajmi se 33 gjuhëtarë të revistës Shkencë Science në Amerikë dhanë një rezultat se shqipja është 6.000 vjeçare pa ndërprerje, nxituan të thonë, jo, shqipja është gjuhë 1.500 vjeçare. Ç'është ky kundërshtim do të pyesi çdo kush me të drejtë. Po, albanologjia ka qenë gjithmonë në kontrollin e Serbisë dhe botës slave. Në qoftë se shqiptarët, akademikët shqiptarë të Akademisë së Shkencave do të pranojnë që shqipja është një gjuhë 6.000 vjeçare, siç thuhet në revistën Shkencë të Amerikës, atëherë automatikisht shqiptarët dalin autokton në Ilirik dhe kjo bie në kundërshtim me tezën slave që i quan shqiptarët të ardhur në trojet ku janë. Kështu akademikët dhe profesorët si Xhevat Moshi, Rami Memushaj dhe të tjerë nxituan të përgjinjëstrojnë një lajm të madh që u erdhi shqiptarëve dhe t'u aprishin atë që quhet një fest në ndjenjën e tyre kombëtare. Por shkenca nuk mund të kundërshtohet pa fakte dhe argumentat slave që nxori profesor Rami Memushaj nuk qëndrojnë, janë naive dhe në rrjetet sociale u përjetuar shumë keq. Ne dim që slavët filluan të vinë në Ballkan aty nga viti 500. Kjo është arsyeja që akademikët tanë të gjuhës e sjellin shqipen 1.500 vjeçare. Ne duhet të jemi paksa më vonë se sa erdhën slavët në Ballkan dhe të quhemi një popull me gjuhë të re. Puna kundër gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar të shqiptarëve ka filluar shumë herët. E para katedrë e gjuhës shqipe e ngritur jashtë Shqipërisë është ajo e Beogradit, e cila e ka studiuar shumë mirë gjuhën shqipe. Serbët, Akademia e Shkencave e Serbisë, për të fituar mbi shqiptarët, ka luftuar në disa fronte. Fronti i parë është që shqiptarët të quhen popull pa gjuhë, me një gjuhë mballomash. Dhe për këtë ka vënë në punë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, akademikët e gjuhës, të cilët kanë punuar dhe kanë bërë një numër disa dhjetra fjalor, mund të them dhe 100 fjalor huazimesh të gjuhës shqipe dhe asnjë fjalor që shqipja tuk e dhënë gjuhëve tjera.
Kështu, zyrtarisht, Akademia e Shkencave e Shqipërisë e pranon shqipen si një gjuhë në masën 93% të huazuar. Këtë shifër, unë e kam thënë para disa viteve dhe asnjë akademik nuk ka guxuar që ta kundërshtoj. Për këtë unë jam referuar fjalorit të fundit etimologjik që ka marrë dhe çmim të parë në Akademinë e Shkencave në vitin 2018, në mars të 2018-s, dhe në këtë fjalor etimologjik të gjuhës shqipe, të miratuar nga Akademia e Shkencave dhe të sajuar në Akademinë e Studimeve Albanologjike, del që shqipja nuk ka fjalë të saj, nuk ka fjalor të saj. E ka pothuaj të gjithë të huazuar, sepse dhe ai 7% quhet fjalë vendi dhe fjalë në diskutim. Pra, diku ke 3000 fjalë tjetër të ardhshëm, në qoftë se ne do kemi prapë këtë akademi, ata do punojnë, sepse ata nuk e ndryshojnë dot pronarin dhe vijën ideologjike anti-shqiptare që kanë pas prej kohësh. Ne dim se kohët e fundit ndryshoi ligji në parlament për Akademinë e Shkencave që njeriu që s'ka asnjë vepër shkencore në jetën e tij, Gjenushi, të kthehet dhe të bëhet kryetari i përjetshëm i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Kjo është e paparë, nuk ka asnjë akademi në botë që të ketë një antar të saj pas një botim shkencor serioz në formë libri. Kjo ndodh vetëm në Shqipëri, sepse shqiptarët duhet mbahen akoma në errësirë, ata të mos njohin historinë e tyre dhe të mos njohin as vlerat e gjuhës tyre. Vlera më e madhe e kombit shqiptar është gjuha. Ajo që po e vërtetojnë të huajt e kanë thënë më përpara, e ka thënë Naim Frashëri, e ka thënë Derada i Mas, e kanë thënë pothuaj të gjithë rilindasit, të cilët janë sulmuar nga akademikët e sotëm, duke i quajtur që ajo ka qenë një propagandë asaj kohe për të ngritur frymën kombëtare. Si mund të thonë këta akademik sot kur del revista Science në Amerikë dhe thotë shqipja është gjuha më e vjetër në familjen gjuhësore indo-europiane? Natyrisht, ata tani dalin zbuluar dhe nxitojnë që të përgënjeshtrojnë një lajm të një reviste shumë prestigjioze siç është Science në Amerikë. Gjon, unë kam ndjekur një dokumentar të bërë nga Kastriot Dervishi në ABC News dhe aty flitej për teorinë e embromorfemave. Pra, flitej për Petrozhen dhe teorinë e tij të gjuhës shqipe si gjuha kozmike, dhe unë kam pasur fatin të kem disa intervista me ty dhe të kem dëgjuar edhe nga goja jote për këto libra. Pastaj, aty flitej për teorinë e embromorfemave. Mund ta shpjegosh pak, ajo krahasohesh sipas Kastriotit apo Raset si tabela Mendelejevit të gjuhës. Mund ta shpjegosh pak ne dhe shikuesve çfarë është kjo? Në fakt bëhet fjalë për një emision të dokumentaristit më të mirë shqiptar Ferdinand Dervishi, dhe jo Kastriot Dervishi, ishte lapsusi juaj. Është një emision, një dokumentar që është ndjekur shumë dhe është pëlqyer, i cili në fakt tronditi dhe Akademinë e Shkencave në kohën kur u shfaq, por nuk pati asnjë reagim prej tyre, pasi dokumentari ishte shumë serioz, shumë i saktë edhe shumë shkencor, dhe i mbështetur në fakte dhe në argumente të pakundërshtueshme. Ajo që unë kam shumë vite që them është teoria e embriomorfemave, është një teori që do ndryshojë shumë çka në të gjitha gjuhët indo-europiane. Kjo është një teori që ende gjuhëtarët europianë dhe atë amerikanë nuk e njohin, pasi unë po përgatitem ta përmbyll librin tim të fundit, teoria e embriomorfemave, i cili do zoti dhe do dalin në 5 gjuhë dhe do të dërgohet të gjitha universiteteve europiane dhe amerikane ku kanë institute gjuhësie dhe do ta bëjmë të njohur, dhe mbasi kjo teori të bëhet të njohur, gjuhëtarët europianë dhe ata amerikanë do t'i kthejnë syt nga gjuha shqipe. Agro, mund të ndërpres një minutë? Po? Atëherë, ti bën çdo ditë takime me njerëzit, emisione televizive, je i ftuar andej këtej,
pse nuk i bën dhe ti një fjalor etimologjik që të kundërshtosh këtë të Koles Topallit? Sepse aty shumë drejt thuhet që sot në gjithë auditorët e shkollave në botë thuhet që gjuha shqipe është një nga gjuhët me huazime më shumë dhe këtë e pranojnë vetë akademikët shqiptarë dhe në fakt kanë të drejtë, sepse Koles Topalli jo vetëm që bëri librin e botoi në emër të Akademisë Shkencave, po fitoi dhe çmimin e parë. Po, është e vërtet. Në fakt, unë kam bërë 7 fjalorë etimologjik. Të gjithë fjalorët e mi etimologjik i kam çuar në Akademinë e Shkencave dhe në Akademinë e Studimeve Albanologjike për oponencë. Vitin e kaluar, në korrikullin e vitit kaluar, unë jam takuar 1 orë gjysmë me kryetarin e Akademisë Shkencave, zyrtarisht, dhe në fund, ai më tha, mos na nguc se do të ta bëjmë një oponencë. Por tha kemi 2 probleme. Problemi i parë është se akademikët e gjuhës nuk duan t'ju bëjnë oponencë. I thash kjo mund të rregullohet duke u ndërprerë marrëdhënien financiare atyre. Ka dhe një problem të dytë, tha. Ata nuk munden t'ju bëjnë oponencë. Atëherë i thash këtë ma jepni si përgjigje dhe unë nuk kam për t'u sjellë me libra për oponencë. Por ata nuk e bëjnë as këtë. Akademia e Shkencave Skënder Gjinushi. Po, Skënder Gjinushi dora vet. Akademia e Shkencave ka një taktik të çuditshme slave. Të gjithë albanologët që kanë qenë pro kombit shqiptar dhe kanë zbuluar të vërteta të mëdha janë lënë hije. Nuk studiohet në asnjë shkollë shqiptare, në asnjë fakultet filologjik, nuk thuhet asnjë gjë për Robert D'Angelo. Nuk thuhet asnjë gjë për veprën e Deradës, studiojnë vetëm veprën e tij letrare. Por Derada ka dhe 10 vepra filologjike shumë të rëndësishme për gjuhën shqipe. Biles së fundi është botuar vepra e plotë e Deradës, por ajo nuk doli në treg. Është dhënë dorazi në njerëz të besuar dhe asnjë shqiptar, asnjë studiues serioz nuk të mund të marrë asgjë nga Derada, sepse duan ta mbajnë të fshehur se Derada i Madh ka qenë një nga të parët që ka vërtetuar që gjuha shqipe është themeli të gjitha gjuhëve indo-europiane. Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka mbajtur në hije dhe nuk ka pranuar Zakaria Manjani, që ka shkruar Etruskët, fundi i misterit etrusk. Të gjitha këto, së fundi, Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka lënë në hije Petrozhenjin, një kolos i albanologjisë, një filozof i madh që e pa gjuhën nga ana filozofike dhe ka bërë 3 vepra shumë të rëndësishme. Nuk përmendet askund. Akademia e Shkencave e Shqipërisë nuk përmend etruskologun më të madh në botë, Nikos Stilon. Akademia e Shkencave e Shqipërisë nuk përmend dhe nuk favorizon dhe nuk promovon asnjë studiues i cili është pro të vërtetës së kombit shqiptar. Sepse kanë frikë se çdo gjë e tillë do të bjerë ndesh me interesat e Serbisë në Shqipëri dhe në botën shqiptare. Kjo është një strategji për t'i lënë të gjithë në hije. Unë e kam kuptuar me kohë këtë dhe kam vendosur të sillem ndryshe. Kam vendosur të tregoj publikisht të vërtetat. Kam thënë edhe në mediat e tjera që Akademia e Shkencave e Shqipërisë në fakt është një institucion ideologjik i Serbisë në Tiranë. Dhe kjo është katërcipërisht e vërtet dhe u vërtetua sapo doli edhe lajmi i revistës amerikane Science. Agron, qa libra është ke bërë, Agron? Pse s'more pjesë ke panajirin Ulqin? Unë nuk mund të vete gjithandej. Pse? Por do jem në nëntor në panajirin e Tiranës. Qa libri ke në dorë? Libri im që kam në dorë është Teoria e embryomorfemave, e cila, siç u thash, do dalin në 5 gjuhë. Para kësaj kam botuar librin Mitet, Origjina dhe gjuha e tyre, që është në shqip dhe në anglisht.
Dhe më herët kam botuar dhe 6 fjalor etimologjik, një fjalor bi e Shqipes, kam botuar 2 vëllime për etimologjinë e italistës dhe të latinistës që rrjedh nga Shqipja, dhe 2 librat e mi të parë janë Gjua Kozmike 1 dhe Gjua Kozmike 2. Okej. Në qoftë se Akademia e Shkencave e Shqipërisë apo Akademia e Studimeve Albanologjike do të gjenin diçka që nuk shkonte në metodën time etimologjike, sigurisht ata do ma kishin bërë një oponencë. Por ata e kanë të pamundur të kundërshtojnë qoftë edhe një etimologji të vetme nga librat e mi. Sepse metoda që ndjek unë, metoda e embryomorfemave, është metoda më saktë në botë për të bërë etimologji. Të gjithë gjuhëtarët europian nuk mund të bëjnë etimologjinë e asnjë fjale, një fjale të vetme. E vërteta etimologjike e të gjitha gjuhëve indo-europiane ndodhet në gjuhën shqipe. Gjuha shqipe ka 370 embryomorfema dhe ato janë një bashkëtingëllore dhe një zanore secila. Dhe është tamam si tabela e Mendelejevit për kimin, ku bashkohen 2 gazra, hidrogjen dhe oksigjen dhe japin një lëndë që ka natyrë lëngu, ujin, edhe në gjuhësi. I njëjti parim kimik është për të krijuar kuptime, fjalë, atëre bashkohen 2 embryomorfema ose 3 ose 4 dhe krijojnë një fjalë të re. Kështu për shembull, fjala latine silenzio, që do të thotë heshtje, po të vëmë një apostrof të s-ja del s, i, len, z. Kjo do të thotë që kjo fjalë e pasbërthyeshme etimologjikisht në gjuhën italiane ose në gjuhën... Edhe njerë, mos vrapo. Ma thoj pak etimologjinë e kësaj silencios? Silenzio do të thotë heshtje, që nuk ka gjuhën. Vëmë një apostrof të s-ja dhe del s, i, len, z. Silenzio. Si len z? Nuk len z. Atere, më thoni mua që çfarë ka këtu italisht. Në fjalorët italian thuhet që kjo është një fjalë që vjen nga latinishtja, por në latinisht është me di etimologjinë qarta. Që do të thotë që ata e kanë të pamundur në të gjithë fjalorët e tyre etimologjik të bëjnë etimologjinë qoftë dhe një fjalë të vetme. Sepse misteri etimologjik është vetëm në gjuhën e qendrës, në gjuhën shqipe. Kështu në 2 fjalorët e mi etimologjik për latinisten dhe italishten, unë kam zbërthyer qindra e qindra fjalë, për shembull detyrës në italisht i thon dovere. Mjafton ta bëjmë vën b dhe nga dovere bëhet dobere, do bër. Pra del në shqip. Po me se këto t'i vëm këtë, ta ndryshojmë këtë, ta qejmë atje. Që qajnë, unë ta kam thënë që do të bëjë oponencë. Po ma në shpjegohë, burse, shumica njerëzve nuk i kuptojnë këto në fjalë. Unë vetë nuk i kuptojnë. Që është kjo dovere, ta heqim të, ta bëjmë këshu, ta bëjmë bë. Si mund ta bësh vërë bëti? Ja më thoni kush e ka bërë barka? E ka bërë Agronda Lipaj? Po nëse, ajo është dialektore. Jo, ajo është brenda gjuhës dhe nuk është dialektore sepse bëja me barka është gjua zyrtare, varka është popullorçe. Jo, nuk ka popullorçe në gjuhë, për shembull kur themi arbitër, albitër, janë të dyja në standard dhe r-ja me l janë qellëzore dhe ato këmbehen me njëra tjetrën. Për shembull, janë rregulla drejt shkrimore. Për shembull, buzoret këmbehen p-ja me f-n. Ne themi pshe, po themi dhe fshe. Ne themi pesh, peshe, fish. Pra, këto nuk janë cirk që bën Agronda Lipaj për ta nxjerrë etimologjinë e fjalës. Unë dua ta mësoj, ta kuptoj. Ta kuptoj më si unë ka shumë të tjerë se thënë si e ndron ti nën e bën më e bën d. Mos luni me drita aty thuj kalamajve. Atere, kjo është një çështje fonetike. Sipas fonetikës, tinguj ndahen në tinguj
të krijuar te buzët dhe quhen buzore, tingujt të krijuar tek dhëmbët quhen dhëmbore, tingujt të krijuar në gryk që quhen grykore dhe ato të krijuar në qiellës që quhen qiellëzore. Të gjitha qiellëzoret këmbehen me njëra tjetrën. Ne themi blini, themi dhe bliri. Po, blini është gjegnisht, bliri është drejt shkrimore. Po, por ne nuk mund ta kundërshtojmë që ajo brenda gjuhës sonë qëndron edhe blini edhe bliri. Po ju jap një fakt interesant. Ne dim që sipas Biblës, kur bë përmbytja e madhe, Zoti lajmëroi Noen dhe ai ndërtoi një ark të madhe dhe futi gjithë faunën, kafshët në atë vark, që ta themi vaporin. Ne nuk e dim kështu ne kanë thënë. Po, ne e dim nga librat. Okay. Nga Bibla. Atëherë ç'ishte Noe? Noe ishte një njeri që ruajti faunën nga zhdukja. Në qoftë se bëjmë rotacionin në R, siç themi e bëra e bana, atëherë Noe delërohe dhe Nue delërue. Dhe tregon që ky njeri ka patur këtë funksion dhe prandaj gjuha e ka emërtuar ashtu. Ne dim që njeriu i parë që erdhi në tokë quhet Adam, por në gegnisht Adam do të thotë A, dham, ashti dham. Ne dim sipas Biblës se Adami në shtrim dhe i hoqën një brinj dhe me të u bë Eva. Por në qoftë se ne bëjmë bë, Eva del Eba, do me thënë njërst i dham e njërst e bam. Këto. Se këto janë folklorizma këto çang. Nëse këto nuk e me fjalë mua nuk ma mbush mendjen kjo. Ne themi që djalli fshihet në imtësira. Patjetër, po. Tash nga Noe, ta dalësh ta bësh rojtar. Më thoni mua sa folklorizëm është që fjala peshk bëhet peshe në italisht dhe fish në anglisht. Se ekziston mundësia. Më thoni mua ju është e pamundur. sa folklorizëm është që fjala angleze stimulation thonë që vjen nga stimulo e latinishtes, por në atë gjuhë nuk i jepet kuptim, dhe ne themi stimuloj që do të thotë shty me loj. Janë 3 kuptime brenda, dhe kur marrim foljen shty, i nxjerrim dhe asaj 3 kuptime. Ka 6 kuptime. Asgjë nuk është kod. Gjuha është një matematikë eksakte e cila mbledh disa kuptime të ndryshme për të krijuar një nocion tjetër. Unë jam etimolog dhe unë ju mirë kuptoj ju, sepse ju nuk i kuptoni mirë këto, nuk keni studiuar fonetik. Për mua fonetika është një nga lëndët që më ka shërbyer aq shumë, sepse ndryshimi një zanore në një zanore tjetër quhet metafonientizëm. Dhe ky metafonientizëm ekziston. Atë nuk e kam Te iku zëri. E gërën, ti ku zëri e gërën. Në pjesën më të bukur, kur po na shpjegon dhe unë e ngjisja pak tani se duhet edhe ti bësh pak oponencë. Edhe Më dëgjoni? Ha, u ktheve? Po. Atëre, në qoftë se unë do t'i kisha bërë gabim këto, të parët që do më sulmonin do ishin akademikët e gjuhës. Do thonin që Agroni ka shpikur ca marifete. Po ta ka thënë ai Mark Marku në një emision televiziv. Mark Marku u hoq me një anë se tha unë nuk jam gjuktar, jam gazetar. Po pra, dakor, po për një oponent vogël. Në atë emision ka qenë dhe Xhevat Lloshi që kupton dhe mirat të punë dhe ai nuk kundërshtoi asgjë. Unë jam njeriu që kërkoj oponencë në shumë universitete, bile së fundi kërkova dhe në Universitetin e Elbasanit dhe ata më kthyen një përgjigje që ne nuk jemi të detyruar të bëjmë oponencë studiusve që nuk janë antarë të universitetit tonë. Por ata nuk e kanë as të ndaluar të bëjnë diçka të tillë. E gjithë albanologjia është një zinxhir që askush nuk do ta këpusi hallkën e vet. Është i gjithë zinxhiri slav i ngritur që ka ngritur albanologjinë dhe i gjithë puna e tyre kalon në interes të botës slave edhe më së shumti të Serbisë.
Ne ankohemi për linjën e keqe në Angli, por edhe atje në Shqipëri nuk është fort e mirë linja. Ja që iku prapa Agronit linja. O Agron dhe Lipe. Unë du fort Agronin se është shumë pasional, është pasionant. Dhe këto që thot, ai nuk është se i ka, ai studion, ai rrin me orë të tëra, me net, pa gjumë. Ai kërkon në çdo fjalë të huaj të gjej origjinën e saj në etimologjinë shqipe. Kështu duke na quajtur neve pa gjuhë, duke na vjedhur historinë, ju jeni konscient se në Shqipëri disa kanale televizive hapën një debat për origjinën e Skënderbeut. Dhe njeriu që foli më shumë për origjinën serbe të Skënderbeut është Mustafa Nano, i cili u shpërblye tani për të vajtur ambasadori i Shqipërisë në Zvicër. Nuk është aq e thjeshtë çështja e albanologjisë së vërtetë, sepse dëmton interesat e disa shteteve në Ballkan. Dhe kështu janë shumë të interesuar që vërteta e shqiptarëve të ri në errësirë mos të dali. Dhe duhet jeni të sigurt që në botën shqiptare derdhen shumë para për të mbuluar shumë të vërteta. Unë kam thënë herë tjetër që ministri Koçias, ministri i jashtëm grek Koçias, deklaroi sapo iku që shteti grek jep çdo vit në Shqipëri 53 milion euro për punët e tij të fshehta. Jo ndihma, për punët e tij të fshehta ministeriore. Kush e deklaroi këtë? Ministri i jashtëm grek Koçias. Sapo ikun nga detyra, ai bëri një deklaratë të çuditshme. Shteti grek jep për punët e tij të fshehta në Shqipëri çdo vit 53 milion euro. Në 30 vjet zotëri janë dhënë mbi 1.6-1.7 miliard euro. Kaq që thot matematika, shumëzimi. Po kaq jep dhe Serbia, dhe të gjitha këto shumë e madhe kalon në çështjet e historisë dhe të albanologjisë për të fshehur. Vendet e akademikëve janë vende të arta. Unë nuk besoj që akademikët dinë më pak se unë, por ata shkruajnë gjëra për të cilat i paguajnë. Së fundit, doli një fjalor huazimet turqishtes në gjuhën shqipe nga Xhevat Lloshi, i cili nuk është as pak etimolog, por dikush ja kërkoi dhe këtë libër e shpërndan Fondacioni Turk në Tiranë Alsar. Çdo një profesor shqiptar që libri i tij të shpërndahet nga një fondacion turk. Dhe ky libër u botua në Shkup. Është shumë mister. Janë shumë shtete që kërkojnë që Shqipja duhet të ketë marrë nga gjuhët e tyre. Kështu janë falur fjalët e shqipëve dhe shkatruar identiteti zyrtarisht, shkatruar identiteti kombëtar i shqiptarëve, sepse gjuha është shenja më kryesore e identitetit. Askush nga politika nuk e hapi gojën kur ministri Koçias deklaroi që në Shqipëri shteti i ynë grek jep 53 milion euro çdo vit për punët e tij të fshehta ministere në Shqipëri. Ku vjen këto para? Ja pra ku vjen. Dhe duhet të bërë kontrolli i pasurive të gjithë akademikëve. Kjo është arsyeja që në krye të akademisë nuk lejon Gjinushi bure futë kot. Stelen Gjinushi me bë se del me humje. Shkencave vjen një njeri i politikës, sepse vetëm një njeri i politikës mund të kontrollojë mirë interesat slave dhe greke dhe t'i përkrahijë ato. Gjinushi aty nuk është shkencëtar, ai duhet dali dhe të dëshmojë për çfarë qëndron atje dhe ku është fuqia e tij që ndryshoi dhe ligjin për Akademinë e Shkencave. Ti nuk ke drejt ta kundërshtosh sepse ti përposa asaj që unë me fjalë që të kam yshtur prej vitesh që të shkosh të bësh një disertacion, të mbrosh një tezë, një gjë, të marrësh titullin doktor shkencash të gjëra, ti nuk e bën dhe ti nuk ke të drejtë ta afrosh. Dhe mirë ta bëjnë ty, mirë ta bëjnë. Më tregoj një universitet në Shqipëri ku ta bëj dhe do ta bëj. Do ta bësh? Po natyrisht, unë ju afrova tani në qershor Universitetit Aleksandër. Te filologjiku. Për një oponent shkencore. Tek filologjiku, jo më lën oponencën ti ke do bësh
do bësh mbrojtjen e temës. Ti merr temën, zhvilloje temën, mbroj atje dhe je në rregull. Po ti ishte kaq e thjesht, do ta kisha bërë Po zotjar. mirë, si e bën gjithë dynjaja bër. Ju e dini që mua për një shkrim, për një studim që botova për Eqerem, për etimologjinë e Eqerem Çabejt, më përjashtuan nga universiteti, më arrestuan 3 herë, më hapën gjyqe penale dhe gjyqe civile, dhe ti kujton se ky zinxhir albanologjik do më pranoj mua dhe do më krijoj hapësirat që unë të mbroj një disertacion, të mbroj një teori. Unë jam i vetmi Agron, nëse ti e provon të regjistrohesh dhe ato ta mohojnë, atëherë ti ke një provë tjetër që po të luftojnë. Por pa e provuar nuk mund të thuash që nuk duan. Zoti Ardi, albanologët tanë zyrtar janë në gjendje të përgënjeshtrojnë revistën Science në Amerikë. Kemi të bëjmë me njerëz të tillë. Është e pamundur që unë të futem brenda zinxhirit të tyre. Do ndalojmë 2 minuta tek fjalët që Kolet Topalli quan disa nga ato fjalë që ai quan që janë me prejardhje slave. Do ndalojmë në disa që janë me prejardhje turke, por që në të dyja rastet, sipas teorisë tënde të Emre Morfeo janë shqip. Dhe pastaj do na tregosh pak librat e tua online, që t'i bëjmë dhe pak reklam, se lekë të paguajmë që na erdhën në emision nuk kemi. Të pak të bëjmë një çik reklam. Hajde, fillojmë me këto serbizmat. Atëherë, ndërkohë që çupa ime do gjej çik librat e mi, ti sjelli këtu. Unë do të shpjegoj për shembull, ju e keni dëgjuar fjalën pragu i shtëpisë. Pragu, po. Po, këtë fjalë gjuhëtarët tanë e quajnë fjalë të ardhur nga serbishtja. Por nuk i japin asnjë shpjegim se kjo fjalë është serbe. Nuk e zbërthejnë fjalën në elementet e saj më të vegjël. Jo, si cilësohet në atje. Se ke parasysh në fjalore thuhet etimologjia në klapa edhe nxjerr fjalën serbe. Ja të më japi çupa një çik fjalorin etimologjik të Topallit. Edhe do t'ua citoj direkt nga libri i tij. Me sa di unë me këtë fjalë është marrë dhe Anila Omari, ajo ka serbëve u janë dashur rreth 1000 fjalë që shqipja t'i ketë marrë nga serbishtja, dhe ky nder atyre ka qenë porosi për albanologjinë tonë, dhe kështu në pamundësi për të shpjeguar se si një fjalë e shqipes që ka serbisht, ata i ka grumbulluar fjalët dhe i quajnë pas një shpjegim dhe pas një parim shkencor, i quajnë sikur janë fjalë serbe. Këtu kam librin librin e Topallit. Po. Dhe unë do t'ju lexoj fjalën prag. Dhe jam në gjithë që kësë zëtë bak. Ja, ku janë në tje, ja. Atere. Prag, sot. Ja ku është këtu. Brez prej gurja betoni, poshtë derës ose poshtë dritares, shtëpia familja dheu. Fjalë mbar gjuhë shqipe, huazim prej slavishtes, serbishtes, Prag. Po. Por nuk na shpjegojnë asnjë gjë se si kjo fjalë që nga serbe. E marrin fjalën kreshnik dhe e quajnë prap fjalë serbe. E marrin fjalën vedër, e quajnë serbe. E marrin fjalën çup, e quajnë serbe. E marrin fjalën çik, e quajnë serbe. Pra, kur nuk ka asnjë shpjegim në serbisht. Na shpjego pragun. Pragu është një objekt ku pritet e drejta. Në qoftë se ty të vjen dikush në shtëpi dhe ka përzem pragun, ti ke drejt edhe ta vrasësh atë, edhe nuk të zëligji,
sepse është futur dhunshëm në shtëpi. Por në qoftë se ti e vret në oborin e shtëpisë tënde, pra jashtë pragut, atëre ty të zë ligji. Dhe pragje, do të thotë pre-a-gjë, do të thotë është priten gjëra, pritet e drejta ligjore. Pra, në Shqip kemi foljen pre dhe gëja e bërë gjë, sistemi pragje, do të priten gjëra. Prandaj thonë mos ma ka përxe pragun. Në serbisht kjo fjalë nuk mund të shpjegohet, nuk mund të ndahet në pjesë më të vogla të Po përveç asaj shpjegohet apo jo? Nga praja te preja, si mund dalim ne? Shiko, zanoret kanë karakter ngjyrativ. Për shembull ne themi nëna, nona edhe nana. Kjo tregon që zanoria Këto janë të veçanta, nona, nana, është shumë e veçantë. Nuk mund të është pragu, pregu, priga. Po, fjala prag është gegnishtja, pre, a, gjë. Dhe kur bashkohen dy zanore në Shqip njëra bie. Dhe bie ajo që është me lek për të rënë. Dhe pre, a, gjë, bashkohet eja me anë dhe ngelet aja. Kjo është arsyeja se nuk është preg, po është prag. Pra, do të thotë është arsyeja që fjala plagë vjen nga një prerje dhe l-ja e bër r del prag, pre gjë. Po. Ose fjala vrag. Vraga vjen nga një prerë dhe v-ja ndruar me buzoren tjetër pën, si themi me pyt e me vet, që thonë në Kosovë, atëre p-ja me v te fjala vrag është prag, pre a gjë, do thotë gjë e prerë. Nëse marrim fjalën çup. Marrim fjalën çup. Me kanun shqiptarëve thuhet që kur lindet një femër, quhet që ka lind në shtëpi të huaj dhe kur martohet shkon në shtëpi të vet. Që hup, po. Dhe çup është që hup, çik është që ik, vajzë është për të vajtur, sepse shqiptarët nuk mbanin dhëndër brenda në kohë para 80 vjetëve. Shqiptari i martonte çikat dhe kur s'kishte djalë merrte djalën e vllajt të dikujt tjetër që trashëgonte pasurinë dhe mbiemrin. Kështu që domethënë nga ana psikologjike, çup do të thotë që up, çik do të thotë që ik. Pra, si mund të vi kjo fjalë e vjetër e shqipes, se një gjuhë që, siç thonë amerikanët, është 6000 vjetë e pa ndërprerë, edhe erdhën serbët dhe ne na mungonte kjo fjalë sipas Topallit, Omarit edhe Çabeit. Na thyn një fjalë tjetër tani, hajde. Thjesht kemi të bëjmë me akademik që janë vënë në shërbim të Serbisë. Kjo nuk ka asnjë dyshim. Përndryshe, në qoftë se ata do kishin punuar për gjuhën shqipe, këto etimologji që bëjnë janë kaq të thjeshta. Se nuk i denonconte Spaku di këtë? Po sa punë duhet të bëj unë në njeri që të përhapem të vete në Spak, të vete gjithandej. Tani na trego pak librat e tu se dua që t'i ftojmë njerëzit që t'i blejnë. Online janë apo jo? Shiko, ky është libri im i fundit, Mitet, Origjina dhe gjuha e tyre. Afroje pak regjia ta shohim pak lutem. Origjina? Mitet, Origjina dhe gjuha e tyre. Ku e gjen njerëzit të? Agron. Më kam nisur me post. Posta për në gjitha vendet e Europës mbrim për 4 ditë. Ndërsa për në Amerikë vonohet 1 javë, Amerikë, Australi. Në fakt, ky është libri im i dashur. Është libri im i dashur dhe kam bërë me shumë pasion. Këtu, të gjitha ato që bota i njeh si mitologji greke, në fakt, etimologjikisht vërtetojnë afroje pak te ekrani, afroje pak edhe një. Afroje pak edhe një. Janë etimologji. Urdhro? Afroje pak te ekrani atë librin. Të gjitha këto që bota i njeh për etimologji greke, në fakt për mitologji greke janë të gjitha të krijuara në gjuhën shqipe. Po ai aty është Odiseu në libër, në kopertinë? Urdhro? Është Odiseu ai aty në kopertinë?
Po, ai është Odiseu. Edhe ai Kanë shqiptar? dhe Odiseu brenda dhe etimologjia që bëj unë me metodën e embrymorfemave zbulon plotësisht që e gjithë ajo që quhet mitologji greke në fakt është mitologji shqipe. Për hir të së vërtetës, gjutari më i madh grek i të gjitha kohërave, Babinjoti, nuk e pranon asnjë mitologji si greke. Në fjalorin e tij etimologjik, për çdo mitologji dhe emër miti, ai thotë është para Helene. Pra, një gjutar i madh është serioz dhe nuk pranon asnjë mitologji si greke. Po një sekondë, sipas kësaj, helenizmi nuk njihet fare tek librat e tu. Shiko, mitologjia është krijuar në një kohë kur ka qenë vetëm një gjuhë e përbotshme. Fakti që të gjitha personazhet mitik etimologjikisht referojnë të gjuha shqipe, do të thotë që gjuha e përbotshme e asaj kohe ka qenë shqipja. Kjo është e pamohueshme. Unë kundërshtoj me bindje përfundimin e revistës amerikane Science, që gjuha shqipe është 6000 vjeçare. Gjuha shqipe është origjinë e gjuhëve dhe ajo nuk ka datë formimi. Ajo është e para me vjetra dhe jo, ato nuk thon, ato thënë ka së paku 6000 vite që flitet. Pra, ai nuk i vë një datë lindje. Jo, po, ata kanë arritur deri në 6000 vjet ta kapin. Po, ata kanë arritur që thonë gjuha shqipe është 6000 vjet e folur në mënyrë të pandërprerë. Por, ne dim që, sepse Xhevat Lloshi thotë që një gjuhë nuk jeton më shumë se 2000 vjet. Dhe për shembull, sjell greqishtën. Por greqishtja nuk ka qenë një gjuhë e mirëfillt si shqipja. Greqishtja e vjetër ka qenë një ergoglos njësoj si gjuha purishte në Opar ose gjuha dogançe në Këcyr, në Malshov. Ato gjuhë kanë qenë gjuhë zanatçinsh që u krijuan dhe kur përfundoi aktiviteti i tyre. Po jo, më burr, një sekond. Gjuha greke flitesh në Iliri, flitesh në Itali, flitesh në gjithë botën në burr në atë kohë. Bile deri vonë quhet periudha epoka e greqisht. Sa po Athina u pushtua nga Roma? Po dakord, po deri në atë kohë ishte u ndrua administrata, u vu administrata romake dhe të gjitha financat mbaheshin me latinisht. Dhe greqishtja e vjetër doli jashtë loje. Ajo vdiq me njëherë dhe mbas një viti në Athinën e vjetër nuk fliste askush greqishtën e vjetër. Ajo ka qenë thjesht gjuhë e letrave, administratës. Nuk mund të thuash që ishte gjuhë e çobenjve, gjuhë e zejtarëve. Nuk thash gjuhë e çobenjve, të thoni ju. I gjithë populli në Athinën antike nuk fliste greqisht, fliste shqip. Gjuha e administratës ishte greqishtja e vjetër, por gjuha e popullit ishte shqipja. Po kush e vërtetonte? Është një studiues Nikos Stilos që e thot të zezën mbi të bardhë. Po ai nga e bazon, këtë desha di. Ai e bazon në 16 veprat e tij, shumë të rëndësishme që s'ka marrin asnjëherë në konsiderat dhe edhe kur i sjell në Akademinë e Shkencave për të konkuruar, në fund ja heqin nga konkurrimi. Sepse duhet të dalë një prostat. Më fal. Ç'a lexon ti nga larg atje këtu? Ukë. Pra, ti nga kjo dedukton që është United Kingdom. Apo ja? Po. Pra, shef një plak ti që nxorre këta. Po në gjuhën shqipe s'ke asi cop dërrasa, asi cop letra, asi cop guri të atyre shekujve. Si e nxjerrin këtë konkluzion? Pyetja është shumë e rëndë. Në gjuhën shqipe janë 25.000 plaka, 10 janë të kyçura në bodrumet e Athinës dhe 15 në Itali. Ju e dini fare mirë që është e frikshme të bëhet një zbulim një qytet antik në Shqipëri, sepse ai vidhet. Ju e dini që Ugolini erdhi dhe mori statujat. Sot, Shqipëria është aq rëmuj, sot qeveria shqiptare i ka falur butrindin Greqisë. Realisht ja ka falur. E dim të gjithë. Po jo se ka falur Greqisë, po. Tu
në vendin tonë, çdo gjë që ka vlerë, këtu shitet deti, mali, ajri, uji, këtu shitet fjala shqip. Si ishte puna këtyre 25 pllakave që janë në Greqi? Ku janë ato në Greqi? Janë 10.000 pllaka në bodrumet në Athinë, të kyçura. Janë 15.000 pllaka të tjera janë në Itali. Po ku janë këto në Itali? Kush i din dhe nga doli ky sekret që ata i paska ne di kemi dhe nuk e hap kemi dot derën aty bodrumi. Shiko, unë kam të dhenat e mia, kam njerëz që... Se ju nga Pogadeci keni këto teoritë konspirative që janë të tmerrshme. Po, teori konspirative ishte dhe ajo që shqipja është gjua më e vjetër, po tani doli skënderishti më e vjetër. Po në këtë Pogradec që ju thoni, doli vendbanimi më i vjetër në Europë. Po e pash ajo Adriana Anastasia, arkeologu. Nuk e përmend Akademia e Shkencave e Shqipërisë, sepse nuk u bëhet mirë serbëve që Akademia e Shkencave të flasi për këtë zbulim. Ju duhet ta kuptoni që albanologjia zyrtare ka qenë anti-albanologji. Ajo ka fshehur, me siguri ka fshehur, ajo që lufton gjuhën shqipe, ajo ka fshehur dhe gjëra arkeologjike të pafundme. Është e frikshme që ne të vazhdojmë me këtë Akademi Shkencash akoma, sepse ajo do të shesi, do të varrosi çdo të vërtet që është në dobi të shqiptarëve. Ne jemi kombi më i vjetër në botë. E them këtë sepse gjuha jonë është gjuha më e vjetër në botë. Përsa gjuha shqipe është qendra e familjes së gjuhëve indoeuropiane, dhe familja e gjuhëve indoeuropiane është familja më e madhe e gjuhëve në botë, automatikisht dhe matematikisht shqipja është gjuha më e vjetër në botë. A Gjoan, kur do në nderosh me ardhjen tënde në Londër? Urdhra? Kur do në nderosh me ardhjen tënde në Londër? Në qoftë se do kem një ftesë nga ju, me shumë dëshirë do vi. Po duhet vish me çanta me libra, me çanta plot. Natyrisht që do vi me libra. Po do vish me furgon, se me çanta me aeroplan s'vjen dot. E zgjidh unë në mënyrën se si vi. Jo, se me aeroplan do të ndalojnë të qarqet anti-shqiptare, të pro-serbe, pro-greke, këto se ka shumë të. Mua më ka ndodhur një herë kjo, më ka ndodhur në Maqedoni, kur do ikja për në Suedi, edhe kisha një valice me libra, dhe më thirrën me megafon të paraqitesha, dhe edhe pse unë largohesha nga aeroporti i Ohrit për në Suedi, ata ishin shumë të shqetësuar dhe më hapën valicën dhe më pyesnin se çfarë thonë këto libra që keni ju. Po, ka një frikë të madhe nga librat shqip edhe nga kultura shqipe e lashtë. Në qoftë se arkeologjia, gjuha, për to punohet me ndershmëri dhe me patriotizëm edhe drejt, ne do të vërtetojmë që jemi populli më i vjetër i Europës dhe nga brigjet e lirisë kultura jonë ka vajtur në Europë dhe jemi luftuar aq shumë që kjo e vërtet të mos dali. Agron, po? Të ndërpres, unë të ngava në qikë se duesh dikush që të bëndë oponencë, të kundërshtonte, pa unë jam i dashuruar me kulturën atë dheu tim, me trashëgiminë kulturore, dhe një nga arsyet që jam tu jam sepse unë në mbrojtjet të tyre u luftova shumë nga pushteti aktual, që e betonizoi trashëgiminë kulturore historike në qytetin e Durrësit dhe arrinin deri aty sa i quanin ato krokodila, gjetjet arkeologjike i quanin krokodil. Dhe pastaj i hidhnin në plera. Të bëj një pyetje unë, në qoftë se ato gjetje që kishën në Durrës do dilnin në Beograd ose në Athinë, do betonoheshin ato? Kurse si. Nuk ka ndodhur, grekët edhe kur nuk e kanë ndërtojnë një panteon, një gjë. Ne ka plot ishuj apo vende në Epir, në Bregdetin ton të Çamrisë, që nuk ka pasur relike
Dhe ata i kanë vënë buzdetit dhe thonë kësa i përkasin periudhës historike e lene, me fjalë, ata janë të paparë. Janë nacionalistë dhe mirë e bëjnë, mirë e bëjnë. Mirë e bëjnë ato nga hiqi ngritën një histori, nga hiqi, nga zero, morën nga historia jonë dhe transformuan e bën të tyre, morën nga ajo Maqedonës e thanë është greke. Ata janë të rregull, ne jemi budalenj, ne jemi budalenj. Ata janë që blejnë dhe qeveritarët tanë janë që shesin. Identiteti ka një vlerë të madhe dhe në qoftë se ne nuk do të ndalojmë shqitjen e identitetit, ne mund të shpërbehemi si kombë. Ne jemi sot shqiptar, se flasim shqip dhe kemi identitet shqip. Dhe kemi arkeologjin tonë, e cila është në rrezik të madh nga pushtetarët që kemi patur dhe që kemi. Ne kemi qytete të tjera të pazbuluara dhe mos o zot të zbulohen tani sepse nuk dihet fati i gjetjeve arkeologjike të tyre. Për të kemi një shtet normal, ne do të mund që të kemi një arkeologji dhe albanologji normale. Agron Dalibi, unë të dua fort, një shoku mirë, je njëri me vlera, je me shumë vlera, dhe unë shpresoj sa më shpejt të t'jepet vlera, të t'jepet vendi që takon. Në populli ta ka dhënë, të ta japin dhe institucionalisht do jetë mrekulli. Unë ftoj gjithë njerëzit, të gjithë dashamirësit, shikuesit televizorin tonë që t'i shkruajnë Agron Dalipit në faqen e tij në Facebook, ka dhe një faqe tjetër, një faqe studimore, çfarë ke atë? Faqen e Facebookut dhe një faqe fanpage. Të gjithë ata që dëshirojnë të kenë librat e mi, mund të më shkruajnë në Messenger dhe unë mund të dërgoj me dedikim dhe me post kudo që t'jenë. Bravo. Unë uroj së shpejti të na vish dhe këtu në Londër. Edhe unë uroj së shpejti të kem një ftesë nga ju, që të mundësojmë të vijë atje. Po, unë e mora vesh që ke folur me atë pronarin presidentin e Alba Media Ltd-s, zotin Elidon Kastrati, duket ke folur, ke diskutuar, nuk e di se çka keni vendosur, po sepse tash ne me presidenta do të flasim do të mund. Po do ta gjejmë mënyrën që të lidhem me të dhe ta mësojmë çka ka ndodhur. Okej, të dashur miq, ta falenderojmë dhe Agronin dhe ta lëmë të lirë sepse ishte duke tregtuar librat e tij, duke bërë panajir librash në Pogradecin e bukur aty Buz Liçenit. Agron, përshëndes dhe të falenderoj. Të dashur miq, ishim me zotin Agron Dalipaj, gjuhëtar, studiues, etimolog. Ne do flasim përsëri për këtë temë dhe për tema të tjera të gjuhës shqipe. E deri atëherë,
calling me, calling